Që rëndom është thënë edhe në media, Andrea, edhe në studion tënde të nderuar, që këtij populli është mpir truri, madje edhe një përfaqësues e shoqërisë civile që unë e çmoj për të vërtetës, po që tha që i kanë bërë vaksinën këtij populli, nuk ngrihet. Ja. Kjo është protesta e tretë më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri në këto 13 vite të qeverisë socialiste. E para ishte ajo për armët kimike. Por zoti Shehu, do të kujtoj edhe ajo e studentëve, ka qenë nga protestat më të bukura të Shqipërisë, ndërsa kjo është më gjithëpërfshirëse, siç e tha dhe zoti Shehu, që nuk është vetëm për Zvërnecin, dhe ne e kuptoj që nuk është vetëm për Zvërnecin. Por kjo ka thyer një mit që e mbar si politika, që ky popull nuk proteston, ky popull nuk ngrihet, ky popull ka një tru të mpirë, ky popull po flegjum, ky popull nuk ka rini. Kjo ishte akuza më rënd. Jo, ja ku është rinia. Qytetarët kanë ikur. Ja, rinia e mbyti Tiranën. Tirana është derdhur në rrugë dhe nuk është vetëm për Zvërnecin. Tani ne mund ta analizojmë protestën, Andrea, nga fillimi deri në fund, dhe duke qenë spontane, sigurisht që një protestë spontane ka ato gjëra e veta. Por e rëndësishme është që në Shqipëri protestohet dhe kjo është gjëja më e bukur. Këtu nuk ka vdekur demokracia. Kush thotë që ka vdekur demokracia, ajo protestë e hodhi poshtë. Tani, aty kishte edhe element që ne, se për shembull një detaj që unë kam mësuar është që është ngritur një bord, diku 13 veta, që po diskutojnë nëse duhet të diskutojnë me zotin Rama, të ulen të bisedojnë apo jo. Nuk është vendosur. Kush janë këta persona të bordit? Po, një për shembull që unë e mora vesh është, në mos gaboj, se Andi Tepelena është një emër, Artan Manushaqe, domethënë kryesisht që nuk janë politik, janë emra aktivistë të shoqërive civile, të kauzave të ndryshme, mund të kenë mbështetur dhe lëvizje politike. Është avokati në një nga çështjet e zotit Meta, kam përshtypjen. Ata më shaqe është ai i Unazës. Po, ka bërë një sër protestash. Po, kryesisht për mjedisin, po edhe ka e politike, se duhet ta themi këtë. Dhe këtu edhe sot ne pam aty, ajo që mua s'më pëlqeu ishte që në protestë ishte futur dhe politikansat. E dëgjuat çfarë tha zoti Sheh? Mund vetë unë atje tha. Po dëmtohet, bolli kemi lodhën thaj, na lodhën politikanët, Andrea. Shë sa bukur e tha, po ai është një beautiful mind që thotë të. Këtë nuk e thonë ato mendit e nxehta. Ata shkojnë atje në protest. Ja, ne gjithë mund mos pajtohen me zotin Sheh për po themi ideologjinë e tij politike etj. Po të gjithë duan zotin Shehu, shë sa bukur tha. Unë nuk shkoj atje, tha, se e dëmtoj atë protest, tha. Unë nuk mund të shkoj atje se e kemi lodhur, tha, në këtë popull. Atje shkojnë politikanë, ata e prishin. Po shkuan politikanë atje, u shkatërrua. Për çfarë duan ata politikanë? Deri dje thoshin t'ia shtrojmë tapet kuq Trumpit, Ivanka Trump e Jared Kushner etj. Tani janë kundër atij projektit. Shiko, këtu nuk duhet ta diskutojmë çështjen, a jemi pro zhvillimit apo kundër, Andrea. Jemi që të shkeme të pro zhvillimit. Jemi që të shkeme të për projekte gjigande. Ne ku t'i gjejmë këto projekte që vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu zhvillohet edhe turizmi. Ne kemi specialist turizmi dhe ai mund ta shpjegojë më mirë. Por kur mungon transparenca, ne këtu, do të thënë, nuk ka njeri, edhe një socialist, do të thënë, unë kam ndjekur me vëmendje të gjitha prononcimet, jo vetëm të kundërshtarëve të qeverisë, por edhe të vetë socialistëve. Të gjithë thonë, Andrea, mungesë transparence. Tani, po t'i marrim me radhë, që nga Erion Braçe, po themi që është deputet dhe ka një pozitë politike jo pak të rëndësishme në Partitë Socialiste. Ermelina Meksi që bërë analizën më të mirë, ajo ishte epikrizë e gjithë kësaj çështje. Ata thonë ka mungesë transparence. Tani, më socialistë Erion Braçe dhe Ermelina Meksi. Edhe ajo që nxiti edhe pak a shumë, domethënë, pjesën e madhe të revoltës ishte shfaqja atij qytetare që merre zvarr nga dy. Andrea, ajo është ajo nuk është. Mund të se meritojnë të konsiderohen edhe roje private. Unë nuk do flas për rojen private që troqi zvarr, se ajo është kriminale, ajo ka dy vepra. Që rrinte heshtur. Unë jam i shtangur dhe nuk gjej fjalë që policia aty në krah dhe shikon atë në këtë formë kështu, aty ka policë duke ndendur kështu, Andrea, siç po rrim në studio. Dhe kjo është më kriminale se sa ata dy që troqën atë qytetarin zvarr. Kjo është më kriminale. Domethënë një polici që është e varur nga individ të tillë. Dhe shteti është gjynjëzuar përballë. Këtu çdo socialist, deri te zoti Rama, nuk mund ta mojë këtë, sepse u shkarkua drejtori i policisë Vlorës. Okej, u shkarkua. Po pse u zgjidh kjo çështje? Po ne kemi mes Tiranës këta cubat e horrat e rrugës.
Ne kemi mes Tiranës, po. Do këtu është letë t'i vendosësh gjop një makine që ka parkuar gabim, shumë mirë bën polici, po këtu është kështu që kur ecën ndonjëri me makinë me Klarna, nuk e di se çfarë lloj makine, ecën në Tiranë me gazin deri në fund, shpejtësia 200 km/h mes Tiranës dhe lënë atë zhurmën e eskavamentos atje se çfarë ndotje akustike edhe ndotje mjedisore është ajo. Kështu që këtu policia është e gjunjëzuar dhe këtë nuk e mohon kush. Për çështje tjera pasaj që, për shembull, aty ishte një parrull, që këtë duhet ta them, UÇK, atë për shembull atë se kuptova, se çfarë lidhje kishte UÇK-ja aty, po informacionet janë që kanë ardhur sot 1000 veta nga Kosova. Nuk e di këtë. Këtu tani fillojnë këto që mund të edhe gazetarë Mario Braga që janë edhe nga Maqedonia e Veriut ku një 1000 veta sot kanë ardhur nga Kosova. Dhe janë aty dhe bërtisin UÇK. Tani ne edhe UÇK në emër zemër e kemi, po po tani një protestë për zvërnecin UÇK, më fal tani, s'ka lidhje kjo. S'ka lidhje fare. UÇK ne kemi në zemër pa diskutim, po futet në atë protestë UÇK, tani më fal tani. Ka qenë një slogan UÇSH, Ushtria Çlirimtare e Shqipërisë, domethënë ka qenë një slogan gjatë protestës. Unë i kam nxjerrë shumicën e këtyre. Megjithatë s'mund bëjmë dot veting për parrullat edhe s'duhet të paragjykohet asnjë. Tradhtari plumin e ka hak. Ramanburg, Berishamburg, sot ishte një tjetër. Ramanburg, Ballukumburg. Zvërneci nuk është tokë e huaj. Shqipëri, sigurisht në stadium ajo. Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve. Andrea, Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve, se këtë duhet ta them, ishte slogani ballit kombëtar në luftën e dytë botërore. Ti besoj di në çdo trakt të ballit kombëtar ishte ky slogan. Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve. Megjithatë zoti Qafoku. Jo, është e bukur, po. Jo çfarë thon komunistët? Komunistët çfarë thonë për këtë? Ata thonë vdekje fashist, liri e popullit, vdekje fashist me liri e popullit. Ajo ka qenë aq e bukur sa që edhe mas 80 vjetëve si duhet të është aktuale. 80 vjetë, Shqipëria shqiptare vdekje tradhtarëve. Po ajo është ai slogani im i tradhtarëve. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ato do ketë se s'bëjmë dot veting për çdo gjë. Jo, po. Atë mund ta marr unë një tabele, shoh aty, nuk e vlen. E përgjithshme është pozitive, pastaj Zëtë Buzë? Po, mirë është themi në gjë teknike, me qënë se... Patjetër, edhe gjëra teknike janë... Pra, Megjithatë, debati për Vërnezin nuk është vetëm mjedisor apo ekonomik, është edhe ideologjik. Edhe zoti Shej renditi një sër çështje të cilat po e zbulojnë. Patjetër, prandaj edhe ju keni këndin tuaj të profesionistë. Unë mund të flas teknikisht për ta vlerësuar si proces. Çfarë është ky projekt për ju, zoti Buzë, duke qenë se edhe vetë keni si tur operator, si njëri që merreni gjithë jetën me turizmin. Jo, për ta thjeshtuar problem, për të kuptuar diçka, do jap një dy shifra që të bëhen më të qartë njerëzit. Shqipërisë i mungojnë kapacitetet e hoteleve me PSY apo resorte, ka vetëm 1%. Kjo fal politikave të gabuar që janë ndjekur gjatë 36 vjetëve, nuk është çështje e një qeverie, ndërkohë që rajoni, po marrim Malizi, Kroaci, ka 7 deri në 10%, pra 10 herë më tepër kapacitetet të kësaj kategorie. Kjo çfarë bën? Bën që lloji turistëve që vinë në Shqipëri të jetë low cost, mos kenë mundësi të marrësh më shumë të ardhurat, të kesh paga më të larta, të kesh të ardhurat më të larta. Një shembull thjesht. Kroacia ka 1.5 herë më shumë popullsi se Shqipëria dhe ka një territor pothuajse gati 2 herë pa më pak. 70% të sipërfaqes që ka shkëm siguron 20 miliard euro nga turizmi, kurse ne vetëm 5 miliard. Pra, ato 4 miliardët nuk janë në gjë e madhe, sepse normalisht i duhet marrësh minimalisht 10 miliard euro. Sa para len turistët që ne i numërojmë me miliona në Shqipëri? Tek ne len minimalen, do më ne jemi vendi që len minimalen e të ardhura, pra gati 400-406 dollar apo euro në... Ndërkohë që Kosova e ka 900, do më thonë 2 fishe gjysmë. Pse? Turistët që shkojnë në Kosovë, pjesa më e madhe që janë edhe vetë kosovarët që jetojnë diaspor, lenë më shumë të ardhura se sa lenë këtu në Shqipëri. Si mundur, ne krenohemi, kemi medalje krenarie turizmin. Po fakti është që prandaj doja të thosha disa shifra. Pra, duke pasur këto shifra, këto tregues,
duke abuzuar me breakdancing, pra duke mos ndërtuar resorte, hotele të mëdha për të thithur këtë kategori turistësh, ne kemi ndërtuar vila deri tani, vila për imobiliare, e kanë marrë për turizëm dhe i kanë ndërtuar vila. Qeveria ka ndërmarrë një nisëm për të bërë strategjinë e turizmit 2026-2030. Në strategjinë e turizmit... Çfarë na duhet ne, zëtë Puzi? Ja, pikërisht kjo është modeli i turizmit që duhet bëjmë në këto 5 vjeçar. Dhe modeli i turizmit nuk është shpikje e specialistëve shqiptar. Ne, si grupe interesi, kemi ndikuar dhe kemi kërkuar që të bën investimet në pjesën e turizmit të luksit. Ekspertët që kanë bërë dhe strategjitë e Malizi apo të Kroacisë propozuan kombinimin e turizmit elitar me turizmin masiv. Pra, duke mos lënë pas dore këtë. Dhe turizmi elitar, çka konsiston sot? Modeli më i mirë është modeli mixed use, që përdoret si term. Për ta shpjeguar më gjithë shqiptarët kanë shkuar në Malzi, në Porti Montenegro, Porti Novo, që janë destinacione që funksionojnë 12 muaj të vitit, janë destinacione që kanë funksion dhe mund të vizitohen nga i miliarderi deri ke i që ka dhe 10 euro në dorë, pra nuk ka kufizime dhe nuk ka devijime. Pra funksionon si një qytet, si një destinacion që ka port jaktesh, hotel me 5 yje, hotelet zakonshme, apartamente, vila me qera, shërbime të cilat fillojnë që nga hotele, që nga restorante me Michelin, deri ke restoranti popullor me fast food, me fusha sporti. Dhe kjo çfarë bën? Modeli mixed use nuk është një filozofi ndërtimi, por është filozofi zhvillimi. Dhe kjo bën të mundur që e gjithë zona të ketë një potencial të jashtëzakonshëm, të ardhurat mbeten kryesisht aty sepse ke punësuar njerëz me paga të larta. Nuk mund të pretendosh kur e ke kafen 500 lekë lagja, ti japësh kamarierit 1.000 euro, 2.000 euro. Siguron punë për të gjithë kategoritë, gjithë shkallën e punonjësve, duke filluar që nga Bacevani, që nga pastrusi dhe deri ke menaxherët e përgjithshëm. Dhe është një model i fundit, pra çdo 5 vjet ndryshojnë modelet e zhvillimit të turizmit. Dhe në vitin 2018, Organizata Botërore e Turizmit odhi direktivat brenda vitit 2020, numri i turistëve në botë do të dyfishohet. Nuk ka lajm më të mirë. Europa vetëm me 8% të sipërfaqes globit përpunon 52% të gjithë turistëve të globit. Mesdheu përpunon 1/4 e gjithë turistëve të globit. A e kupton çfarë pozicioni kemi? Dhe nëse ne do vazhdojmë të rrim, të ndërtojmë, domethënë të ngrem apartamente dhe të japim nga 50 euro, e kupton, atëherë nuk ke çfarë pret zhvillim. Duhen Airbnb, duhen hotele luksoze. E thon trosh, pra ideja është rekomandimet dhe strategjitë e qeverisë presupozon ndërtimin e zonave mixed use që korrespondon dhe me këtë model. Zona luksoze. Nuk është çështje e luksi sot. Turizmi luksoz është ndarë në 2 kategori. Pra janë njerëzit e luksit, të cilët nuk pyesin për çmimet. Pra mund ta kesh 10.000 euro, bëj edhe 15, ai do ta marrë atë. Janë njerëzit e tjerë, pjesa më kryesore e turizmit luksit, që nuk kanë të ardhuar që i shikojnë me kujdes. Çfarë fitojnë qytetarët e zakonshëm është pyetja? Po sigurisht do fitojnë, sepse se nëse bëjnë këto hotelet e luksit dhe pastaj mbushen plot me qytetarë që na vinë nga India, se ne kemi vende punësimi edhe në Tiranë dhe i marrim nga India dhe nga Bangladeshi. Unë para 3 javësh isha në Sani Resort. Një nga modelet mixed use i ndërtuar 30 vjet përpara dhe më i suksesshëm në Mesdhe. Nga 10 persona që takova gjatë bisedës, 8 ishin shqiptarë. Dhe çfarë ishin? Shefi i kuzhinës në restorantit më të mirë që vjet ishte shef kuzhine, sot ishte menaxheri i restorantit më të mirë të resortit me 5.000 vende. Ku ishte ku? Sani Resort në Kalkiriqi. Ku janë këto se nuk i njohim ne zoti Topuzi? Në Kalkiriqi, në Greqi. Ne këto të hotelet e Golemit ose këto. Nga këta 7-8 veta që takova nga 10 që ishin qytej, ishin shqiptarë, që ishte menaxheri i përgjithshëm, shefi i sallës, shefi i recepcionit. Pra nuk bëhet fjalë për vetëm se
populizmi të ngatron dhe thot do bëhesh shërbëtor, do jesh pastrus, nuk është vetëm pastrus. Pra, hotelet sa më luks tjetë hoteli, aq më shumë punonjës ka. Në rast se një hotel i zakonshëm me 2 yje kërkon 0,7 punonjës, një hotel me 5 yje apo kështu kërkon dhe 2 punonjës për pjesa më madhe e hoteleve gjen qytetarë të botës cilët të vinë dhe flasin anglisht. Ky studim, pra të gjithë qeveritë duke filluar që nga Berisha, ke Meta, ke Rama, edhe sot edhe ke Fatos aty rritë Rama dhe ke Rama kanë tentuar për t'i dhënë, po e filloj me Sazanin, për t'a dhënë për turizm dhe nuk kanë arritur ta bëjnë. Për ju duhet t'jepë Sazani për turizm? Po pra, shqyr që shpëtoi dhe nuk u kthye në një bazë ushtarake, por u kthye për turizm, të paktën deri tani. Pse është një vend i cili nuk do ndalemi edhe Sazani më konkretisht për ta mbaj. Pra kjo nyje për bashkët aty me aeroport, me Zvërnecin, me Sazanin dhe me portin do t'i bëjmë një analizë më të gjerë edhe potencialeve që kemi për t'i çuar në turizmin. Mund ta identifikoj Shqipërinë si një destinacion luksi. Deri tani ti nuk del në hartën globale të turizmit. Nuk je. Montenegro nuk ka nevojë të bëj reklam dhe nuk bën reklam. Pse? Sa futesh kërkon hotel, dalin 10 çenet më të rëndësishme të botës në hoteleri. Mbaroj turizmi, ti ke garanci. Nela del vetëm Baçi Ngolem që duhet të shkruash. Pra nuk mund të vazhdohet kështu. Pastaj transparenca është pjesa më e rëndësishme. Jo se s'kemi patur hapësira, por është ndërtuar edhe keq, se Golemi po t'ishte ndërtuar mirë që në fillim. Zvërneci do kthehet për imobiliare dhe për të shitur, atëherë kanë arsye për të ngritur, për të revoltuar dhe sigurisht do ta mbështes edhe unë si ekspert. Zoti Sidara, ju dy fjalë për protestën si gazetar dhe qytetar dhe pastaj si profesionist. Andrea, jeni. Unë jam gjithmonë